رمضان يا تاج السنة يا منحة الرب الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falëndërimi dhe lavdërimi takon vetëm Allah subhanahu wa ta'ala. Salavatet, selamet, ja dërgojmë zotërisë së pejgamberëve më të dashurit ton, dhullës pejgamberike, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë sunetin e tina deri në ditën e gjykimit. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na ka mundësuar që me jetu këto ditë të bekuara, ku çdo njeri prej besimtarëve e sheh se në muaj Ramazan ndryshon i tëri. Duke e pasur se në muaj Ramazan edhe zemrat e besimtarëve zbuten. Duke e pasur se në muaj Ramazan edhe fytyrat e tyre ndriçohen. E kjo është keq shkak i mëshirës dhe begatisë Allahu subhanahu wa taala që e zbret në këtë muaj. Andaj dietarët kur kanë folur për muajin e Ramazanit kanë thënë se Ramazani është thesar, prej thesarëve që besimtari duhet përfiton prej tina. Edhe duhet shikuar Ramazani si mundësi për ndryshim spari në veten tonë, sepse tha Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë mos pari veten e vet. Si me ndryshu veten tonë? E para është që ta shtojmë devotshmërinë dhe afërsinë tek Allahu subhanahu wa taala. Wallahi, nëse që tash nuk është mundësi e jonja për me shtu devotshmërinë, nëse Ramazani nuk është mundësi për ty që ti me shtu devotshmërinë, atëherë kur është kjo mundësi? E keni pa në çështjet e dunjajës ku disa prej tregtarëve i pritin sezonat e tyre. Pritin sezona kur ata mendojnë se kanë me fitu më shumë prej tregtisë tyre. Njëjtë është edhe me besimtarin, edhe me çështjen e tina. Allahu subhanahu wa taala dërgon te besimtarët sezona prej sezonave ku ai fiton prej saj. E tregtia më e mirë që mundet me vë besimtari është ajo tregti që e bën me Allahu subhanahu wa taala. Ramazani është muaj që ne duhet ta shtojmë devotshmërinë. Sepse esenca e vetë Ramazanit dhe esenca e vetë agjerimit është devotshmëria te Allahu subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar. Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet i drejtohet veçanërisht besimtarëve. Dhe thot, ju është bë juve obligim agjerimi njëjtë sikur se ju ka bë obligim edhe popujve më herët. Me të vetën arsye, la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju ta shtoni devotshmërinë. Por shtimi i devotshmërisë, esenca e tij nuk është vetëm tek agjerimi i Ramazanit. Por se Allah subhanahu wa taala e ka bërë çdo adhurim që bëhet ndaj tina ka për qëllim arritjen e devotshmërisë të robit. Tha Allahu në Kur'an, ya ayuhan nas a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju njerëz, adhurojeni Allahun subhanahu wa taala, Zotin tuaj, i cili ju ka krijuar juve edhe ata të cilët ishin para jush, me të vetmin qëllim, la'allakum tattaqun, me qëllimin që ju ta shtoni devotshmërinë te Allahu subhanahu wa taala. Nëse agjerimi qenë ka për me shtu devotshmërinë, nëse falja e namazit qenë ka për me shtu devotshmërinë, nëse dhënia e zakatit apo dhënia e sadakas qenë ka për me shtu devotshmërinë, atëherë pse ne nuk mundohemi që në këtë Ramazan ta shtojmë devotshmërinë, të afrohemi te Allahu subhanahu wa taala? Çka është devotshmëria? Çka është më ku njëri takva? Devotshmërinë më së miri e ka treguar Aliu radhiyallahu anhu. Thot devotshmëria është el khawfu min jalil. Thot është frika ndaj Allahu subhanahu wa taala. Thot devotshmëria është me pas frikë Allahu subhanahu wa taala, edhe me jetu me frikës për Allahu subhanahu wa taala.
Wal amalu bitanzil. Edhe thot puna me ato që e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Do thot të punuar në dunja me fjalën e Allahu subhanahu wa taala, të punuar në dunja me Kur'anin e Allahu subhanahu wa taala. Dhe të kapur për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. War-ridha bil qalil. Edhe të kënaqurit me pak. Të jesh i kënaqur prej Allahu subhanahu wa taala me atë sa të ka furnizuar. Wal isti'adadu li yawmi ar-rahil. Edhe thot përgatitja për ditën kur do dalë prej kësaj bote, e që është dita kur do të takojmë Allahu subhanahu wa taala. Kjo është devotshmëria që e ka përshkruar Ali radhiyallahu anhu. Porse devotshmëria kanë përshkruar edhe dietar të tjerë, si për tyre Ibn Rajab thot: "Taqwallahi an ta'malu bi ta'ati Allahi ala nur min Allahi tarju thawab Allah." Thot devotshmëria ndaj Allahu subhanahu wa taala, devotshmëria është që ti të punosh. Që ti të punosh doja në dritën e Allahu subhanahu wa taala. Edhe shpresosh prej Allahu subhanahu wa taala shpërblimin prej tina. Wa an tatruka ma'asiyati Allah ala nuri min khawfi min Allah takhafu iqab Allah. Edhe thot që ti të lësh mëkatet. Ti lësh mëkatet që i bën në dunja me shpreh duke pasur frikë Allahu subhanahu wa taala prej dënimit tina. Kjo është devotshmëria sipas Ibn Rajabit. Ndërsa dietar tjerë kanë treguar devotshmërinë me dy fjalë. Thot an taj'al bainaka wa baina 'adhabillahi wiqaya. Thot devotshmëria është që ti mes teje edhe mes dënimit të Allahut subhanahu wa taala me e bëni mbrojtës. E kush është ai mbrojtës? Kush është ajo mbrojtja që ty të mbron prej mes teje dhe mes dënimit të Allahut subhanahu wa taala? Ajo është devotshmëria që e bën robi. Pastaj devotshmëria nëse besimtari mundohet në dynjë, edhe çdo namaz që e bën, edhe çdo vepër të mirë që e bën me synimin që vetëm mu afrohet te Allahu subhanahu wa taala. Edhe Allahu me qenë i kënaqur prej tina, Allahu i bën këtij dalje, i bën lirim prej çdo brengje që ka në dynjë. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Edhe kush e ka frikë Allahu subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala i bën këtij lirim, ja hap tina çdo rrugë. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Edhe Allahu subhanahu wa taala këtij personi i cili e ka frikë Allahu subhanahu wa taala, ja hap çdo rrugë edhe e furnizon to prej nga nuk e pret ai. Kjo është devotshmëria, kjo është shpërblimi që ti e përfiton prej devotshmërisë që e ke ndaj teje ndaj Allahu subhanahu wa taala. Nuk mundna me thonë se devotshmëria është edhe shumë e rëndë për me bë besimtari. Të jesh i devotshëm e rëndë vetëm në kohë fitnesh. Porse wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Kush mbështetet në Allah subhanahu wa taala, ai mjafton atina. Çdo herë që ke ndonjë breng, çdo herë që ke ndonjë problem, thuaj se më mjafton mua Allahu dhe ai është më i miri që të mbështetemi tek ai. Pastaj devotshmërinë e kanë treguar dietarët ana wa anta nahtaju ila an yufarrij Allahu karbana an yuwassi Allahu subhanahu wa taala arzaqana. Nëse don që ti Allahu subhanahu wa taala me të dhonë tyje të mira në dunja, edhe me dhonë të mira në ahiret, edhe Allahu subhanahu wa taala me të mjaftu ty si mbështetjet më i mirë, atëherë bëj devotshëm. Ki frikë Allahu subhanahu wa taala në çdo vepër që ti e bën, sepse Allahu subhanahu wa taala ajetin e përsërit në shumë vende, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. E kush e ka frikë Allahu subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala i bën hapje këtina për çdo rrugë. Po ashtu të qenë të devotshëm, të agjëruarit Ramazanit, të falëve namazit, dhënia sadakat, dhënia zakatit, të bërit mirë, urdhërimi për të mirë, largimi nga e keqja. Çdo herë nëse bëhet me synim që Allahu subhanahu wa taala ta hapë çdo rrugë, ti të afrohesh tek ai, atëherë Allahu subhanahu wa taala këtë e bën shkak devotshmërinë që me të falë të gjitha mëkatet tua, sepse e përmend Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Ka premtuar Allahu subhanahu wa taala në "Wa yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi." E kush e ka frikë Allahu subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala këtina ja fal të gjitha mëkatet. Wa yu'adhim lahu ajra. Edhe ja rrish shpërblimin tina. Është problem Allahu subhanahu wa taala prej ka nuk e pret kë. Besimtar, devotshmëria më e mirë është kur ti largohesh prej gjitha mëkateve. Çdo njeri prej neve bojnë mëkate çdo ditë. E rëndësishme është që ato mëkate që i bojna me kërku falje prej tyre. Edhe besimtar mos me pasën mëkate të mëdha që më u njoh prej tyre si njëri mëkatar. E përmend Ibn Mubarak radhiyallahu anhu, rahimullah, Allahu mëshiroft, thot raitu dhunuba tumitu alquluba wa qad yurithu dhulla idmanuha. Thot i kam pasur mëkatet e vdesin zemrën.
Një person i cili nuk e ka frikë Allahut subhanahu wa taala, dije se ai është për atyre i cili e bën shumë mëkate Allahu subhanahu wa taala. Pse? Sepse atina vetëm se i ka vdek zemra e tina. Se zemra nuk vdes ndryshe vetëm se duke i mëkatuar Allahu subhanahu wa taala apo duke i bërë kufër Allahu subhanahu wa taala. Wa qad yarithu dhulla idmanuha, edhe mëkatet e shumta trashëgojnë një poshtërsi e mbysin zemrën e robit, edhe qëndrojnë gjatë zemrën e robit. Wa tarku dhunubi hayatul qulubi. Ndërsa lënia e mëkateve, braktisja e mëkateve e gjallëron zemrën e besimtarit. Wa khairu li nafsika isyanuha. Edhe më e mira për veten tonë është refuzimi i tyre. Andaj shohim se devotshmëria në çdo adhurim që Allah subhanahu wa taala ka bërë për robin, e ka bërë vetëm se robi të përfiton prej saj. Dhe të arrijë devotshmërinë tek Allah subhanahu wa taala. Devotshmëria më e mirë për më arrit qenka në sezonën ku Allah subhanahu wa taala ka begatuar me këtë sezon. Sezona më e mirë për besimtarin për më arrit devotshmërinë e tina, qenka sezona e muajit Ramazan. Sepse vetë esenca e muajit Ramazan, vetë esenca e agjërimit është shtimi i devotshmërisë tek Allah subhanahu wa taala dhe devotshmëria qenka, largimi dhe braktisja mastari prej mëkateve duke mos i mëkatuar Allah subhanahu wa taala asgjë. Ne lutim Allah subhanahu wa taala që më na bëj për atyre të cilët janë të devotshëm. Lutim Allah subhanahu wa taala që më na bëj për atyre të cilët e arrin devotshmërinë tek ai. Lutim Allah subhanahu wa taala që më na pranon namazin ton, agjërimin ton. Lutim Allah subhanahu wa taala që më na bëj për banorët e xhenetit. Walhamdulillahi rabbil alamin.